Bof mirë edhe ty. Atëherë unë veç du me të dhonë mendimin tam, nuk du me debatu, nuk du me diskutu. Që mull për debat. Që ka, s'pesh po du me të Në rast se i bie monolog do me pas, apo? Jo, ti më jap mendimet e tua në fund, kur të kryu në kek. Atëherë, Olba, unë mendoj që ti për ditë spor e din mendimin tam, tash se tash për javë marrë. Jo, ma thuj që ta dim si shkon biseda. Biseda shkon, nuk ka të bëj që biseda jame me fjallën e parë që du me ta thonë. Ti për mu je bespreme, nuk ka të bëj kur gjë me që ka me të kallzu tash për ty. Shush mendimin tam. Menimi jam për ty është që njerëzit normal, njerëzit e rritun e ditun, rritën pjekën në një mënyrë ku vetëm nëse jetojna në mal, nuk jemi të socializuar dhe nuk bojna si bëjnë të gjithë. Atëherë, disa gjëra nuk mund të kemi ne si unë si ti të njëjta, ose ti parët, ose sanët nuk mund të mi pas njëjta. Të paktën, mënyra që unë mendoj që është korrekte edhe që duhet më konë çdo njeri në një vend të tillë ose në një vend të bashkuar me plot që është të përbërë me plot njerëzve, ku secili kemi obligim ose përgjegjësi për njëri tjetrin, janë kështu. Atëherë, menimi jam është që këtë ato thyrjet e rregullave që i bën ty nuk kanë të bëjë fare. Unë e gjykoj vetëm pjesën e njerëzlikut. Tash. Të e pas parasysh që jem 28 vjeqar, nuk jem maj vogël, nuk jem maj modën që të shpi, po jemi të barabartë. Po. Atëherë, mosha ka pak rëndësi ka autoriteti, edhe rëndësi ka qasja, edhe rëndësi ka pesha e pëlqimit ndaj njeriut si cili, se ti nëse nuk e dën dika nuk ja bën. Më kupton, që kjo është. Tash. Shumë të në raste kom vrejt që ti gjithmonë kundërshton. Gjithmonë, Olba është ajo që nëse thuhet diçka, ti je aty për me kundërshtu. Qa nuk më ka pëlqy të ti, është që përgjithësit të cilat na u jepën të gjithëve, edhe përgjithësit që secili njeri merr për veten edhe pas pari masat, sepse problemet e tua dhe përgjithësit e tua nëse ti nuk i përfundon bëhen problemet e dikujt tjetër. Që kjo është çka unë po du me të thonë. Në rast konkret po du me t'i shpjegu dësane. E kom vrejt që në shumë të në rastëve ke marrë pjesë në aktivitetet të fshirjes, po gjatë fshirjes ke diskutu ose i hotu me kërcime, me vallëzime, me këndime, ku puna nuk u kry deri në fund, ketë në rregull. Problemi ka lënë dikuj tjetër. Që e merë përgjithësi dikuj tjetër që përcakton fakir krye fermerin, këtë rast e kemi Jo, thjesht u bë shumë e gjatë, se pasaj unë i harroj edhe gjithë detajet që i thutë që se për çdo gjë. Unë nuk debatoj, unë të tregoj çka mendoj, se nuk jam në këtu për lojë fjalë edhe për debat. Unë thjesht po du me tregu, po ju nuk jam në këtu për debat. Thjesht ta thush vetëm mendimin tënd. Po, nëse kiti tani diçka gabim ose ju të drejt, me thonë, për mu që në qëtë pik, je gabim, atëherë ma thu. Unë e menoj që mënyrën se ti sillesh në këtë vend nuk është korrekte. Pse? Se mas pari nuk e respekton një parim kryesor të secilit banor që është, jo veç ti, edhe disa të tjerë, që nuk qohësh me ko, nuk i kryen detyra deri në fund, nuk merr përgjegjësi për gjërat që i bën, edhe i lën sanat në gjys, që është shumë e keqe se prapë ta ceki, problemi jot bëhet problemi dikujt tjetër. Puna është, a ke fakte që unë nuk e qoj punën deri në fund? Ku ja faktet? Vish, mi marr kamerat me qitë në përvene. Jo, ti ku i ke faktet? Më thuaj faktet. Telefon me të inqizu me pas fakte. Po jo, ma përmend me fjalë. Po pra mi përmend, ku ja faktet? Okej. Faktet e mia janë. Ti, masë që na i kryna këtë punë të shpis, Olba në shumicën e rasteve u qupi gjumet edhe ka marrë një përgjegjësi ku janë fshi disa sene, janë rregullu disa sene, edhe nuk janë kry dhe në fund se prap ka plehra, ka bërllëk, ka në për tokë që duhet më kry puna dhe në fund. E dyta, mu nuk më do këtë korrekt nëse... Nuk është e vërtet kjo. Jo, shumë e vërtet. Nuk është e vërtet, do ta tregoj unë si është. Jo, nuk është vetëm menimi jam, është menimi shumë anëve. Tash, prit. Puna është se të gjithë... Logjika njerëzore, logjika normale e njerëzve. Ti llogarit e veten të punësuar në një firmë. Tash, nëse ti
e ki një detyrë, edhe duhesh me kry një veprim, edhe duhesh me bu një punë që tu ka përcaktu, edhe ti i kundërshton menaxherit ose drejtorit, edhe i thunë e bëj qa du vetë, ty të bëhet bëtha, ti nuk ki ven aty. Tjetra. Në këtë rast ti e të kundërshtu me parimet e tua, si njëri që thunë jam korrekt, unë i mashton jam kështu se nuk ki. Në moment që ti kundërshton me disa gjëra që të gjithë i bëjmë, sepse na u ka caktu edhe duhet mu bu. Dhe nuk është e vërtet as kjo që po thu, në të gjitha rastet. Në rregull, unë e di që jam po këto sene, edhe këti diskutojnë këto sene edhe ti argumenton kundërshton. Neve, që ditët e parë që jemi fut këtu, gjithë njerëzit merren me keq interpretime. Mjafton. Jo. Tani ta flasun atë që them? Jo. Ta flasun atë që them. Ja pra po flasun, a dëgjova ty. Keq interpretimi jon. Unë sa e nisa fjalim. Sa po e nisa fjalim, pse s'më mund ta sqaroj. Nuk e përfundova. Po tani ti do flasësh një orë, unë nuk i mbaj mend gjithë gjërat që po më thon. Se do unë njëri jam. Zhvilloj inteligjencën edhe mojnë mend keq, unë mojnë mend keq ditë sport që kena bë desa. Edhe unë i mbaj mend, ama bisedën që po e bën, që unë dua me të kthy gjitha përgjigjet e çdo faze, nuk i mbaj mend gjitha. Në rregull, vazhdo. Tani. Trove! Alba, i mbarove punë të mia se po pyet Frederiku. Është efekti i keq interpretimit. Ke mbarove punë të mia? Po pyet Frederiku ai ke mbaru punët. Do mbaroj një me Ronin, pastaj flasun vetëm me Frederikun. A e ke mbaru punët? Unë po bisedoj me Ronin. Po jo, do ma bisedoj me Ronin, edhe flas vetëm me Frederikun. Më pyti mua, çkoj ti them, ai ke mbaru punët? Po flas me Ronin dhe do flas vetëm me Frederikun, këtë mund ta përcjell. I pas ka jap urdhër me orën. Do flas vetëm me Frederikun thoj. Po më tha që pyeta Albën, ai ka mbaru punët. Thuaj do flas Alba vetëm me Frederikun. Faleminderit. Vazhdo. Tani. Që ditën e parë që kam marrë këtu, Kesi nuk lëviz. për të bërë punë, kam bërë çdo ditë punë. Unë e pranoj, se unë kam edhe shumë net që pa gjunë, ka momente që unë zgjohem me vonesë. A në momenti që unë zgjohem, i kap punët. Dhe unë, shumicën e ditëve, i kam bërë gjithmonë punët e mia, dhe për te punëve të mia, kam bërë edhe punë ekstra, po se kam përmend asnjëherë. Vetëm persona që kanë qenë me mua këtë gjë e kam vërejt, nuk është se kam vërejt. Ama, tani, këtu vjen në lojë edhe situata e keq interpretimeve që të lindin debate. Dhe kjo ndodh shumë rëndom, sipas opinionit tim, ti ndash dakord unë ndash jo, se kamerat janë vetë fakte dhe dëshmi. Shumë mirë po thu. Për te kësaj, kjo është e dyta. Pra e para, shumicën e ditëve kam bërë punën që më takon dhe kam bërë punë ekstra. Dhe unë jam tipi që rri edhe shumë vonë. Dhe kjo sjell rezultatin që ka disa ditë që unë zgjohem pak si me vonesë, sidomos në ata ditë që kemi punu shumë edhe sfidat me shatin, me Beli, me këta, se këta ditët e fundit që jam çu pak me vonesë, kanë qenë gjithë ta punë e Belit e shatit. Besoj se edhe ti e ke vërejt që të punët e Belit e shatit. Jo. Mos ty për ditës parë, prit. Sidomos se këta punë të Belit e shatit, e sfidave që na ka dhënë Agaj, besoj se e ke pak se si kam qëndruar nga fillimi deri në fund, apo jo? Unë vuj pisojnë. Po flas për mua, se po flisim për mua tani. Se s'po them unë që ti s'ke bë. Ti po më thon mua që unë çfarë kam bë, çfarë s'kam bë. Besoj se e ke vërej se si i kam bë sfidat nga fillimi deri në fund, që s'ja kam për tu fare. Tani edhe unë jam pak femër, edhe unë kam pak atat mijat, edhe unë kam pak disa hallet e mia që unë nuk mund t'ja them gjithë. Dhe vinë të rastet e kryefermerit, gjithmonë kanë qenë kryefermer ata të cilët kanë pas kundërshtime me mua. Dhe kur kryefermer është dikush që ka non-stop kundërshtime me mua, që ditën e parë, muhabetet e para, vetë me mua, i kanë bë me spat në dorë, dhe unë jam njeriu që kur dikush vjen te unë direkt me spat në dorë, unë nuk ta përtoj, sepse unë do mbroj veten time, pikërisht ata persona kanë qenë kryefermer. Dhe ata me mua duan u kap me detaje mundësisht me detaje sekondshe. Dhe tani, kur ata më dëgjoj. Ja do ta tregoj rezultatin. Do ta tregoj rezultatin. Tani, unë jam shumë pro për t'i bë punët edhe gjërat, një sistemi punëve dhe gjërave, se kena artu për atë gjë, ama unë jam shumë kontra, kur njeriu nga inati në mënyrë indirekte ose direkte, vetëm për me shfrytzu postin e kryefermerit, më bëj mu stilin e diktaturës, fjala mu të më imponoj disiplinë, se unë s'pas kam disiplinë. Se ka ndodhur shumë situata. Alba ti se ke bërë këtë, direkte. Ndërkohë që unë e kam bërë dhe njerëzit brenda e dinë që e kam bërë. Dhe unë nuk jam tipi që të vuaj që të them. A duket? Jo, më dëgjoj. Dhe unë nuk jam tipi që të vuaj që të them.
po unë e kam bërë, sepse unë kam dëshmi, në rast se tjetri nuk din me vlerësu, unë s'kam se si t'ja fus kokë. Dhe tani, si bazë e kësaj, kanë arë situatat direkte. Ti se ke bërë këtë, tani shko bëje këtë për këshu, e din me që se ke bërë. I them, jo nuk shkoj ta bëj. Të dish të vlerësosh njerë mirë, të vish të më pyesësh mua, të vish të shohësh gjërat, pa ne mund vazhdojmë edhe të bëjmë punë tjera. Sepse unë jam tipi, edhe unë e them haptazi, unë jam shumë pro të bërit gjërave, ama unë jam shumë kundra imponimit si stil diktature. Unë jam kundra. Gjithë jemi. Ama juve nuk po ju a bëjnë. Juve nuk po ju a bëjnë. Se nuk e kemi bërë punën, Alba. Më dëgjoj, Roni. Gjithmonë ekziston argumenti që nëse 15 veta e bojnë një punë, një shkon kundër, problemi jetë. Roni, unë kam qenë kundra vetëm në rastet kur ma kam bërë si me imponim vetëm për arsye të raportit që unë kam pas personalisht me ata. Dhe unë nuk pranoj që të ma bëjnë me imponim vetëm për arsye të raportit që kam pas me ata. Po? Se ka mama për të pjesën nuk është pasqyra, që ka Alba në që se ka dhonë. Jo, dhe bëj unë, s'ka gjë, sa ta mbari bisedën me Ronin. Tani, këtu vinë edhe si, këtu kapen edhe vetëm me sekondat. Shembu, nëzora unë tapetet, Andueli. Alba kapi tapetet, futin brenda. I thash, Anduel, beso mu. Unë jam femër, edhe ne jemi marrë me pushpia. Tu çdo kush e ka stilin e vetë se si i bën punët. Kryesorja, rezultati final tjetë në rregull, apo jo? Po nuk po dalin në rregull. Tani, dalin rregull. Çuditërisht, vetëm ti kur pi bën nuk po dalin në rregull. Më dëgjoj, sepse kapen të detajet. Njeriu kur don me gjetë arsye për ta kap tjetrin, është si ajo shprehja me gjetë qime në vesë. Edhe këtë gjë po e bëjnë. Rasti tapet, për të rasti tapeteve, kështu më puro i pastër, dëshmi para gjithëve. Rasti tapeteve. I mor tapetet unë e dija që do i marr, po thash le ta rosen gjithë ditën aty. Tani ai ma tha një herë, pas 5 minuta shprap, pas 10 minuta shprap. Po tani në rast se ti ma thunë mu brenda gjysmore 10 herë, ndërkohë që unë e kam da mendjen t'i lenja 1 orë, 2 orë, nuk kam faj unë që a i do në kap me detaj. Një rast konkret. Në këtë rast konkret, ti del arrogante nëse nuk shpjegon menimet e tua, se të kërkosh nuk më nuk i dit menimet e tua. Ja dhe këtu do ta tregoj këtë pjesën. Se ti nëse e ke bu me... Po veç pak, se ti nëse e ke menu, unë e pi lo tapetat, edhe nëse i thu dikujna në mënyrë shumë normale, Frederik, ose kush dhe që ta ka komentu, po du mi lo një 3 orë ma eros, mos ma thuni mos se këthejna unë i marë prap, besëm se njerëja që na punojna me kam bërë dhe nuk dëgjojnë. E kam thënë, e kam bërë dhe nuk dëgjojnë sepse i vazhdojnë debatet brenda, Alba nuk punon, Alba nuk bën asnjë gjë, Alba i lën gjërat gjysmë, ndërkohë që unë pasi kohë i kapa, i larsizojnë të pastra, freskume, të bëme. Iku edhe kjo pjesa. Këtu dun me u kap me detaje, me keq interpretu. Këtu ka vetëm shumë pak veta, që mu ma din realisht. Dhe unë, sot ishte rasti konkret. U zgjova nga gjumi, më zgjoj Frederiku një rreth pak. Dhe më tha, unë ta zgjoj. Unë si njeri normal e pyta qarë punë kam sot, isha me vërtet e kputme. Qarë punë kam sot? Tha, të qohesh njerë, të vishesh, madje edhe të tregon se si të vishesh, pastaj do ta tregoj punën. Ndërkohë që unë po të pyes si njeri normal. Ti tani kur unë pyes si njeri normal, më fal pak. Kur pyes si njeri normal, nuk është punë njeri normal, se ti në moment që ai ty të thotë zgjohu, nuk të ka thonë veç ty personalisht Olba. Na ka thonë 16 veta te kryt, çopi gjumit se kemi kry. Unë nuk kam kova pse më tha zgjohu. Jo mos ma ke kuptojnë situatën, nuk kam kova pse më tha zgjohu. Se unë e di që është puna aty. Tek që kundërshton edhe nuk zgjohesh nga gjumi kur ai secilit barabart na ka te koka. Ti ke problem se ti nuk do më zbatu, edhe do më kriju problem. Roni, ja nuk po më dëgjoni. Çdo njeri i ndodh në një situatë që nuk mund të zgjohet pikërisht në sekond. Tani në rast se ju po mësoni. Probleme për ditë me secilin. Pse nëse 20 veta të kundërshtojnë nuk janë problem 20 veta. Për 15. As 15. 6, 12. Po mirë edhe? Nëse 12 veta të shkojnë kondër, dikur në problem. Ti mendon se është problemi? Shumica është, gjithmonë është opinioni i gjerë. Edhe është gjithmonë mendimi i gjerë. Çfarë loje? Me ty personalisht çfarë mungesë respekti kam treguar? Më thuj me ty lejtje, më thuj me ty. Më thuj me ty çfarë kam treguar mungesë respektit të ty? Mungesë respekti. Po, te ty, jo te tjerë. Fakti që shfrytëzohet prania jam për disa vëmendje ku ti ke bu filma atje me Erondën edhe me... Që di ja ke bu filma, s'ke bu filma.
se kuptoj, ma kujto pak rastin, se kujtoj. Unë jam shumë njeri i mirë, edhe në disa raste naiv, ku nashta tregona edhe maj mirë se që duhet edhe maj afrum se që duhet. E di që je mirë, ama je i verë. Unë e kuptoj ma vonë që ato gjëne edhe jem shfrytzu për pak vëmendje. Cila gjë ta kam shfrytzu për vëmendje? Cila, më thuaj, do ta jap në sqarimin. Më thuaj. A ke pas sinqerisht nevojë me ardhe me një pikë që me të ardhë ty puna me qajt, edhe me bërti qatë shumë edhe me ardhë të të na, se e ki di që dal unë edhe lime me të mbështet edhe me të përqaf, për me ta përkra menimin tënë në sy të publikut, kur ti menon se je shtyp me edhe na e dina që ti ke bërë diçka që ata kanë reaguar atë mirë. Që kjo është logjika jam që mos i shfrytëzo që tu rost. Tani, shumë bukur them. Pse ma the ti mua direkte, mos i shfrytëzo këta raste, kurse realisht nuk po më pyet Alba ç'a ndodhi. Po që në di që ndodhë, se di që t'kanë injoru. T'kanë injoru edhe ti prapë ke vazhdu me i qa kokën, kur ty t'kanë kërku si njerës të lutëm Alba ndaljo dhe ti nuk të dalon. Po në qëtë të shëtë në ditën e lume, Alba, njeri e rondi që ta... Oroni, apo bisedojmë për rastin, do t'a sqaroj rastin. Unë po t'kallzej që shtë shone ty si njeri. Unë e di që e rondi 40 herë tha, nuk ke punë se i kam përfundu në punët ti prapë shkon. Pse nuk e kam këtë punë dhe bëjë? Oroni, qarë bëj me Erandin e di unë pse ka Erandi atë sjellje dhe di unë se si ta zbut, se unë du me zbut. Nuk mund është me zbuti, një njëri që është mjaft inteligent edhe ka ironi në mjaftueshme. Për raport me mu, tani a mund të flasim mirë për të njëshi? Se mos i ngatro situata, se nga aty. Po. Në rase do besoje, rase do mos e beson. Ajo që ndodhi të njëshi, nuk ishte për mu. Ishte që në fillim, vetë kryefermeri që ishte Rasa Ndueli, në fjalin e parë, jo fjala e parë, jo e dyta, e treta ishte direkte me spat për mu. Dhe unë vetëm buzëqesha dhe vazhdova darkën. Dhe të tre, jo të katërt në mënyrë të sinkronizuar u morën njëri me tjetrit për me nxjerr mu nga ajo shtëpi dhe agravimi im. Ajo që unë ndjeva dhe ajo që unë shpreha ishte reale. Edhe puna që unë nuk kam pa ty, tani po ma thu, nuk e dija që edhe ti më pas ke përkra. Se unë nuk pash ty, e pash vetëm limin. Po që në dole që të më thesë, son pas ka vi për qa film jetë. Po, vërteja i rasti.